Iqburgu i Spaqit në Mirdit u kthye të premte në një vend pelegrinazhi dhe kujtese. Pas dekadash në vendin ku vuajti 12 vite burg gjatë regjimit komunist, u rikthye eminenca e tij kardinal Ernest Simon Troshani. Me të mbërritur atje, i vizitoi ambientet ku ishte mbajtur i burgosur dhe u ndal pranë fotografive të ish bashkëvuajtësve, duke kujtuar vitet e përsekutimit dhe sakrificën e qindra të dënuarve politik. Më pas, kardinali kremtoi meshën e shenjtë në oborrin e Iqburgut në praninë e ish të përndjekurve politik, besimtarve të shumtë, përfaqësuesve të komuniteteve fetare dhe politikës. Në mesazhin e tij ai rikujtoi momentin e arrestimit dhe dënimit, si dhe u bëri thirrje shqiptarëve të jetojnë me besim, të jenë më pranë Zotit dhe ta duan njëri tjetrin. Natën e Krishtinëve 6 të tërshit, mos e thash meshën, tan popullin mesh, 4 vet, bun hekurat, çim shtjelma, në me popull i dënuar për më parë ditara. Arsyeja, se kishte thënë si po thon sot populli, jena gjithë bijtë e Zotit. Krishti është babi i gjithë njerëzimit. I gjitha njerëzve, gjitha feneve që janë, ka dërgjakun për gjithë njerëzit, jo vetëm për katolikët e kësaj, për marë botën. Jeni bijtë e të madh Zot, me dash janë tjetërin, me dash atë dheun, me mpër të vërtetën, me përhapet vërtetën, e me një shpeshat e jetës. Teksa e konsideruan Spaqi një simbol të qëndresës komuniste, përfaqësuesit e ish të përndjekurve politik, pushtetit vendor dhe dioqezës Rrëshen, kërkuan më shumë vëmendje nga qeveria për ruajtjen e Iqburgut të Spaqit, i cili prej vitesh vijon të degradohet. I mbikëthirrje kryeministit, qeverisë aktuale, për 35 vjet për këtë shtresë nuk është bërë asgjë. U mashtruan me forma të ndryshme dhe më shpërblime, po faktikisht askush s'ka përfituar nga këto. Emocioni veçantë për gjithë ne që ndjekim një mesh pikërisht nga eminenca e tij që kthehet si një kardinal në vendin e përsekutimit, në vendin e burgimit. Këto ndërtesa kanë përjetuar gjak, tmerr. E në fakt, për regjimin komunist, për komunistët to vazhdojnë dhe duan të mos ekzistojnë. Prandaj një thirrje për gjithë ata të cilët realisht këtë vend duan një vend pelegrinazhi, kujtimi, memorie, ta kthejnë vëmendjen, të kthejnë një muze historik për të gjithë vujtjet që regjimi komunist i solli Shqipërisë. Thirrja ime është për shtetin shqiptar, për qeverinë shqiptare. Ky sit këtu nuk duhet humbet, nuk duhet shkatërrohet, sepse po shkatërru brezat e ri që nuk e kanë jetu të thonë s'ka nova asnjë gjë. E kjo do të ishte fatkeqësia më e madhe sepse ajo që harrohet përsëritet. Në shenjë mirënjohje për jetën e tij të përkushtuar dhe dëshminë e besimit përballë përsekutimit, kardinalit 98 vjeçar u dorëzua një certifikat mirënjohje dhe një dhuratë simbolike me emblemën e Spaqit. Në këtë ditë nuk mungoi as mesazhi i Atit të Shenjtë, Papa Leoni të 14, i cili u lexua gjatë ceremonisë. Në mesazhin e tij Papa e cilësoi Spaqin një nga plagët më të dhimbshme të historisë shqiptare, por edhe një vend ku besimi dhe shpresa triumfuan mbi padrejtësinë. Ai theksoi se kujtesa atyre që vuajtën dhe humbën jetën në këtë kamp duhet të mbetet e gjallë, si një thirrje për mbrojtjen e dinjitetit njerëzor, lirisë dhe paqes. Kremtimi në Iqburgun e Spaqit u mbyll me lutje për viktimat e diktaturës dhe me një apel që historia e këtij vendi të mos harrohet kurrë.